Nuk e ka pyetur Këshillin a e pranon as e pranon. Thjesht ka dhënë ndërheqje dhe është tërheq, dhe ndërheqje dihet se si bëhen subjektet politike. Fatkeqësia që ndron se zoti Abdi Xhiku po konsideron dhe disa individ pranë tij, po konsiderojnë se LDK-ja ka borxhe ndaj tyre, ka obligime ndaj tyre. Unë konsideroj se LDK-ja nuk ka asnjë lloj borxhi as ndaj zotit Abdi Xhiku e ndaj asnjënit në LDK. Pra, ata që e duan Kosovën dhe e duan qasin e frymës rrugoviane dhe të LDK-s që gjithmonë është shërbim të Kosovës, të vendit të Adheut, pra mendoj se kanë borxh ndaj LDK-s, por asesi LDK-ja ndaj asnjënit. E aq më pak ndaj zotit Abdi Xhiku, sepse të besohesh 3 herë nga delegatët dhe rezultati të jetë bindshëm i dobët dhe as për afërmi në pritje, sigurisht se kjo është një dështim i madh. Dihet mirëfilë dhe nuk është sekrete ta them se Lidhja Demokratike e Kosovës në kushte normale gjithmonë i ka 24, 25, 27% të elektoratit në Kosovë. Pra njerëz të cilët sot po flasë, jo kur ishte presidenti Rugova, pra vetëm duhet të di ta drejtoj dhe me kaq domethënë e kthen në këtë shtratin, po e quaj të vet, të cilët janë të bindur, janë LDK-ist me bindje, me shpirt. Problemi është se ky e ka të kurrur zgjedhjet e kaluara, madje pozicionimi i tij as me opozitin, as me vetëvendosjen në qeveri i kushtuan se e ktheu sërish në 13%. Pra ishte fiasko shumë e madhe dhe natyrisht ai nuk dha dorëheqje. Fatkeqësia që ndronte se jo pak individ nuk janë të LDK-s vjetër, po janë disa individ të ri të cilët kemi parë se vihen në shërbim të individëve, pra të caktuar. Kështu kemi parë rastin me Vjosa Osmanin, kemi pasur tani rastin edhe me zotin Abdi Xhiku. Unë mendoj se duhet thjesht bërë një prerje. Në qoftë se zoti Abdi Xhiku e do LDK-n dhe e don Kosovën, ai duhet të